është duke I bërë gabim presidentja, është duke I bërë gabim, sepse nëse njëjta bën kalkulime për ta marrë mandatin e dytë si presidente, e njëjta e kupton që duhen 80 vota në vendin e Kosovës, dhe këto 80 vota është pothuajse pa mëshmi mi asiguru vetëm vendosje. Do të prap PDK, LDK, AK. Kështu që këtu kjo mbajtja anë, po flas në kohëve të fundit, ndoshta e kënaq, ndoshta I shkon favor të VV-s dhe të Albin Kurtit, po sigurisht që po shkakton pakënaqësi, po shkakton pastaj histeri tek partitë të tjera. Për presidentët do të thotë me këtë matematik bie poshtë. Atëherë është një paraprgatitje në rikthimi presidentës prapë në analistës? Po tash unë jam I sigurt tu e njoft presidentën, është e re, sigurisht që e njëjta është apo më shumë me mendu që e përfundon si rrugtimin e saj politik. Është shumë normale për të njëjtën që me formu parti të re ndoshta, sepse Kuzani Amur Albini, ose me qenë listë me lëvizjen vetëvendosje. Po edhe këto këshilla ime për presidentin do të ishte, do thotë të mendoj 2 herë, 3 herë, sepse sikurse pati partinë me Kuzan, njëjtën parti Albinive që ja kollaboroi, do thotë në farmyre. Deklarata, se po vim gati të minutat fundi komo dy tema shumë rrezikë. Deklarata e saj dje për 900 banda në intervistë, edhe pse sot autorista ku më thon për 900 raste, është keq kuptuar. Po kjo është do thotë ajo kur me thon popullor që jamon zhagun që la sfeqes Albin Kurtit. Kush për herë të parë ka përmend do thotë shkatrimin e grupeve kriminale. Ka qenë ministri I punëve të brendshme. Qysh në vitin e parë, nëse I shohim deklaratat, komunikatat e të njëjtit, I shkatruan qindra, dhjetra, do thotë banda kriminale. Ka qenë band kriminale edhe grupet e Radojqicit. Jo, grupi Radojqicit jo që ka qenë band kriminale, banda është kur ti thu Radojqicit band kriminale pe amniston. Ai ka qenë do thotë grup terrorist. Terrorist I cili është shtet nga një shtet tjetër. Për dëshmi kemi do thotë që është luftuar me grupe kriminale në veri. Jo, m'fal. Këtu do thotë kur të thu 900 banda kriminale, vetë do të më kuptoj që banda kriminale kanë ekzistuar në Amerikën Latine kur s'ka pas kontroll të shtetit në zonat caktuara, në Kolumbi për shembull, kohën e Escobarit, do thotë kur kanë qenë. Po këtu janë vrarë 2 policë me tendencë për më shumë I kontrolluar pjesë. Po jo nga bandat, po thash po nga një grup terrorist, I financuar nga një shtet. Aty është aluduar edhe çka pas edhe Rus, ka pas vetë deklarata të shërbimeve sekrete. Po flasim për banda sipas presidentes 900, atë sa është numri 900. 900 në kupton që shteti I Kosovës për 900 banda desh me pas ploqe çdo 200 metra, çdo 500 metra. Tërheqja saj e konsideroni si gaf ato që e bënin dia, po matje të opinionit për PR. Jo, përsëris aq let po lëshojnë deklarata, aq let në farmyrë po mundohen, do të thënë paraqit një situatë pa qenë publik, saqë do të thotë është bërë rutinë. Po në rastin konkret, fatkeqësisht kjo deklaratë u dha për një media ose do të thotë në një shtet të rëndësishëm që është Gjermania. Dhe u bë mirë që u tërheq dhe nga YouTube, do thotë ai farë deklaratë. Sepse po kthehemi te aktakuza e Rozeta Hajdarit. Si e pa aktakuzën lidhur për Rozeta Hajdarin, deklaratën e saj, deklaratën e aktorëve të vetëndosjes, që po ndiqet politikisht. E para si dikush që keni monitoruar tash Sovjet e sot qeverike ka lutur me ndërtuar sistemin e drejtësisë. Rasti Rozeta Hajdarit, unë besoj që do të jetë studim nga hulumtues, do të jetë nga profesor, nga akademik, që do të shfrytëzohet në të ardhmen për ta dëshmuar se si dështojnë shtetet, se si qeverit që promovojnë e kanë plot gojën sëndim ligjit, luftë kundër korrupsion, qeverisë të mirë e bëjnë të kundërtën. Tash si jurist, për mua ka qenë e pa imagjinueshme, e pa pam që një ministre si Rozeta Hajdari me shkel ligjin aq let, me shkel, do të thotë një varg të procedurave, një varg të ligjeve, aq let, me injoru, muna me thonë 7 apo 8 këshilla prej zyres ligjore të mintit, prej ekspertëve të mintit, prej njerëzve do të thotë që e bojnë atë punë me vite, dhe me shku do të thotë me procedu kërkesën, vendimin për rezervat shtetërore. Është e pa kuptimshme, është e pa qartë se si qeveria në atë kohë, e Albin Kurtit, e merr një vendim të tillë në qeveri, se si nuk respektohen të thotë procedurat, se si zyra ligjore, kryeministrit nuk jep një mendim fare, një opinion ligjor. Argumenti si sekret shtetëror, I zhyt këtyre ndodhive, I zhyt kësaj forme, që jashtë kabinetit, përmendet një restoran,
A konsideron që mund të amnistohet kemi çështën e sekretit shtetënor? Po, atë se tash. Po flasim për kohë të jashtëzakonshme, për çështje për kohë të pandemisë. Absolutisht. Domthonë e pavartet e madhe, mashtrim publik. Tash argumentet që është mashtrim. Argumenti kryesor është që nuk mundesh ti me nda 10 milionerë dhe me thonë që është sekret një procedurë për të cilin ligji e përcakton se nuk është sekret. Pse nëse ka qenë sekret shtetëror, pse nuk e kanë fillu me procedurë të përshpejtuar miratun i ligj, votat i kanë pas, miratun i ligj, çon kuvend, kuvend të miraton, kuvendi të përcakton se ç'kjo procedurë duhet me qenë sekret shtetëror. Nuk mundesh ti në një shtet demokratik, në një shtet ku ka ligje, ku ka procedura, mu çun një ditë në mëngjes, mi nda 10 milionerë, mi jap Ridvanit, po pjekësit mi thonë kjo është sekret shtetëror, do thotë dhe me këto 10 milionerë shko bën pazare në për Turqi, në për Poloni. Do thotë nuk shkon. Tjetra, e kam thonë në një emision tjetër, në vitin 2021, do thotë ka qenë koha kur Kosova, si duket, ka pasur marrëveshje me Britaninë, me SBA-t për blerjen e armatimit për Ministrinë e Mbrojtjes. Dhe në atë kohë, IKD, INPO dhe nëse ka bën një organizat tjetër, janë ftu nga këto ambasadë nga Ministria e Mbrojtjes për me kalu filtrin e certifikimit, të certifikatës së sigurisë për zyrtarët tonë që kemi pas me monitoru procedurat e blerjes armatimit. Po flasëm armatim 100 miliona euro. Dhe çka ka ndodhur atëherë në atë kohë? Na kanë treguar që ky armatim që do të blehet, do të jetë publik, jo sekret. Ai ka kupton, me blet 100 miliona euro armatim nuk qenë nga sekret sepse NATO, shtetet që aspirojnë më bë pjesë të NATO-s, nuk mund me procedurë. Nuk mund, po. Dhe ne tash do problem vaj, mill, sheqer, po thojmë sekret. Kupton, do thotë kjo vetëm me sekret shtetëror s'ka pik logjike. Për ndjekje politike, si e thon? Jo, të thotë tash sigurisht që kur e shkel ligjin kaq haptas dhe kur gjatë qeverisës tonë ki qindra skandale, sepse nuk po flasim veç për rezervat. E kemi rastin nga Krasniqit, me Kekun, edhe ato kemi 10 miliona euro. Po, kemi nalë pjesë veçante. Kemi të thotë numër të madh të rasteve ku për herë të parë, e kam përmendur duke tek ti në këtë emision, për herë të parë kemi kur kjo qeveri ka ndërtuar standardin, aktorët shoqërisë civile, drejtorat GAP-it, organizatorëve tjera jo qeveritare, i bën qoftë antar të bordit BÇK-s, qoftë i bën kryesues të bordit të Universitetit Publik të thotë në Mitrovicë. Do thotë aq haptas se shkelin ligjin, aq haptas s'kan respekt për sundimin e ligjit, saqë do thotë pastaj arsyetimin e kanë se ka një farë mënyrë të ndjekje politike ose çështjet e tjera, po s'ka